Përshëndetje të nderuar. Në këtë video sonte do të flas për Sirinë, por jo për luftën në Siri. Sepse luftën aty dhe çdo gjë që sillet rreth saj e kam shpjeguar ndoshta si rall kush tjetër, nëpërmes dhjetra analizave, studimeve, shkrimeve, intervistave e së fundmi edhe nëpërmes videove të mia në këtë kanal këto, të cilin e përcjellni. Sonte do të flas për diçka shumë më gjerë rreth Sirisë dhe shumë më thellë se vetëm ajo që është dëgjuar vazhdimisht rreth saj. Do të flas për një nga përplasjet më të mëdha të shekullit 21, e cila ndodhi mbi trupin e lindjes së mesme, më saktësisht në portën mbi trupin e asaj që e kam quajtur porta e paqes dhe luftës në lindjen e mesme, në trollin e Sirisë, në Sham. Çfarë ndodhi pas gjithë kësaj? Dhe çfarë ndodhi përgjatë këtyre proceseve katastrofike, shkatërrimtare që ka ndodhur mbi trupin e lindjes së mesme, më saktësisht mbi trupin e Shamit, mbi trupin e Sirisë. Rusia u rikthye si fuqi globale fal Sirisë. Irani po luftonte për mbijetesën e projektit të tij rajonal dhe e treta, Turqia që po dëshironte ta realizonte ëndrrën e saj, që të bëhej fuqia udhëheqëse e botës sunnite arabe dhe botës sunnite muslimane në përgjithësi. Çuditërisht, përderisa dhe të gjitha këto ndodhin, shumë njerëz e kanë pa Sirinë vetëm si një vend ku po zhvillohet një luftë civile, por Siria nuk ishte një Siri kësaj. Siria ishte laboratori ku u përplasën Amerika, Rusia, Irani, Turqia, Izraeli, Arabia Saudite dhe projektet më të mëdha gjeopolitike të kohës sonë. Shumë herë, përderisa e kam shpjeguar Sirinë, kam thënë se nuk është siç po flitet dhe siç po ju thonë ata të cilët nuk i din problemet, thellësitë dhe filozofitë e pashpjegueshme të lindjes së mesme, se kinse Irani është shkaktari kryesor i asaj që ka ndodhur aty, se Irani pas kësh bë masakra e të tjerët kanë bë mirë e hajër mbi popullin, mbi qiellin dhe mbi tokën e Shamit, mbi tokën e Sirisë. Por ka ndodhur shumë më thellë dhe shumë më problematike ka qenë çështja e Sirisë. Se çfarë është ajo, në minutat në vazhdim do të dëgjoni, duke ju paralajmëruar se ka momente të cilat vërtet njeriu e ka të vështirë t'i besoj se si është e mundur e gjithë bota të ishte fokusuar mbi Shamin arab, mbi Shamin musliman, mbi Sirinë. Kur Rusia nis të dërgoj avionët e saj në Siri në vitin 2015, ajo nuk po e mbronte vetëm Bashar al-Assadin. Moska me këtë dërgesë avionësh dhe prezencë tanjetutje ushtarake po i thoshte botës se Rusia po kthehet. Rusia është kthyer. Në anën tjetër, kur Irani dërgoi gardën revolucionare dhe mira milici shiite në Siri, ai nuk po e mbronte vetëm Damaskun dhe regjimin e Asadit, por po punonte, po bënte përpjekje ta mbrojë korridorin strategjik deri në Mesdhe dhe vetë projektin iranian për lindjen e mesme. Ndërsa e treta, Turqia, e cila vazhdimisht kërkonte rrëzimin e Asadit, një ditë pa pritmas e gjeti vetin
përballë një makthi të paparashikueshëm. Krijimi i shtetit të Kurdistanit me kufijt e këtij shteti që puqeshin me kufijt e Turqisë tek Siria. Dhe pikërisht në ato momente fillon drama më e madhe që kishte ndodhur deri më atëherë. Çfarë ishte ajo? Aleat në NATO fillojnë të përplasen mes vete, Rusia dhe Turqia një ditë rrëzojnë aeroplanin e njëri tjetrit e në ditën tjetër negociojnë si shtete mike, Irani dhe Rusia bashkëpunojnë, por nuk i besojnë njëri tjetrit asnjëherë. Arabia Saudite me lojën e saj për interesat e saj fillimisht ideologjike, po dëshironte të ngulë themelët e saj në trollin e Sirisë, ndërsa Izraeli për interesat e veta, për shtrirjen e kufive të vet ka tokat e Shamit. Në fund, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po shitnin dhe po furnizonin me armë frakcione atje, e përcjellnin situatën nga lart, herëherë duke ndërhyrë në mënyrë frontale, por gjithnjë duke pa se a po shkon puna drejt projektit të madh amerikan, rikonfigurimi i linjës së mesme. Të gjitha këto janë pa, janë bë, janë parashiku dhe janë prit pikërisht në tokën e Sirisë. Sot, pra në këtë video, përsa e kuptuat, do të hyjmë në prapaskenat e këtyre lojrave të mëdha. Kush kë e përdori? Kush e tradhtoi kë? A ishte pranvera arabe spontanitet popullor, siç thonin dhe e quanin pranverë arabe, apo një projekt i jashtëm të cilën unë vazhdimisht e kam quajtur një lokomotiv e re ndryshimesh me vagon që quheshin shtetet arabe për të quar atje projektin të cilin kohë më parë e pati shpall Condoleezza Rice, sekretarja e shtetit amerikan e dikurshme, kur pati thënë atëherë se është koha që të fillojnë ndryshimet e reja në fillim të këtij shekulli në lindjen e mesme. Tjetra, pse Rusia nuk lejonte rënjen e Bashar al-Assadit? Çfarë interesi kishte aty? Pse Irani ishte i gatshëm të derdhte e harxhonte me 10 miliarda dollar në Siri? Thuhet se harxhimet e Iranit kanë qenë midis 60 dhe 70 miliard dollar. Pse Turqia luftoi kundër kurdëve më shumë se sa kundër regjimit të Asadit? Cila është e vërteta ajo që e thoshte Erdogan dhe qarqet turke se janë të interesuara të bisedojnë me Asadin, apo ana tjetër që thoshte se Erdogan dhe Turqia është një nga ndihmataret kryesore të quarjes përpara të projektit amerikan në lidhje me lindjen e mesme dhe me Sirin. Pra, si që e mundur që Turqia fillimisht ta mbështet opozitën dhe të gjitha fraksionet e tjera, edhe ato të cilat më vonë të shpallen si terroriste. Fraksione këto të cilat kur kanë shkuar në Siri, kanë shkuar kryesisht në përmes Turqisë. Dhe pyetja më interesante është, a ishte Siria paralajmërimi kryesor për fillimin e rendit të ri botëror që sot e shohim se si po rikonfigurohet në përmes luftës në Ukrainë, në përmes gjenocideve të papara në histori mbi popullin palestinez në Gaza dhe në përmes prishjes së aleancave të deritanishme dhe së fundmi në përmes asaj që u bë
u dëgjua dhe të kumboj edhe më shumë nga takimi Donald Trump-Xi Jinping. Për t'i kuptuar të gjitha këto probleme kaq të thella dhe të ndërlikuara, duhet kuptu me patjetër marrëdhëniet ruso-arabe. Pa i ditë se çfarë kanë qenë, çfarë janë dhe çfarë pritet të jenë në të ardhmen, nuk mund, ose kuptimi real i vërtet, i thellë sa dot i lindjes së mesme, lë shumë për të dëshiruar. Në këtë video unë do të mundohem që ta bëj edhe një shtys përpara, edhe një shoklim më tepër të ngjarjeve në lindjen e mesme, për t'ju ofruar atë pjesë të botës sa më të qartë. Një punë të cilën e kam bërë për gati rrafsh 2 dekada, kur pa ndërprej. Miq, për shkak se marrëdhëniet midis Rusisë dhe vendeve arabe përbëjnë një nga transformimet më interesante të rendit ndërkombëtar pas luftës së ftohtë, edhe njëherë e them, e shoh të arsyeshme që këto ti shpjegoj, këto marrëdhënie si kanë evoluar përgjatë 20-30 vjetëve të fundit dhe çka pritet që të bëhet në ditët, e javët, e muajt, e vitet në vazhdim. Me rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1990-91, shumë analist, ndër më të rryerit në Perëndim, patën nisë me mendua se ndikimi rus në lindjen e mesme merr fund përfundimisht. Por, çfarë ndodhi? Për 3 dekada më vonë, Rusia është rikthyer si një aktor kyç në rajon. Nga Siria deri në Libi atje, nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Algjeria dhe gjithandej. Ndërhyrja e Turqisë, e cila i prish në themel kartat ruse dhe sipas disa analistëve që thonë se Turqia është ajo e cila e ka dëmtuar më së shumti prezencën franqeze në Afrikë, që lidhet edhe me temën që do ta shpjegoj, janë faktorët që edhe më tutje e mbajnë të mjegulluar aq sa deri më sot nuk ka kush që mund të thot fjalën përfundimtare. Sido që të jetë, ky rikthim i Rusisë në lindjen e mesme nuk ishte rikthim linear, por ka kaluar në për 3 faza kryesore. Faza e parë është periudha e tërheqjes së Jelcinit nga bota, si dhe nga lindja e mesme. Periudha e dytë është konsolidimi gradual nën udhëheqjen ruse të Putinit, dhe periudha e tretë, më kryesorja, që jam nën kapakun e asaj që është tani dhe në të ardhmen, është ndërhyrja ushtarake ruse në Siri dhe më pas transformimi i marrëdhënieve ruso-arabe në një partneritet shumë dimensional strategjik, ku këto marrëdhënie priten të forcohen, por varen shumë nga qëndrimi i shebave në raport me lindjen e mesme, se sa do të jenë prezent dhe si do të jenë prezent aty, dhe varet shumë nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Arabët, në përgjithësi muslimanët, po arabët sidomos janë në pritje të përfundimit të këtyre gjërave. Kështu, me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, të nderuar përcjellës të me në këto video tani e tutje, Rusia trashëgon një ekonomi të shkatëruar në themel. Një krizë
identitare, që ishte edhe më e rëndë se kriza ekonomike dhe një humbje si rezultat i këtyre dyjave, një humbje katastrofike e ndikimit të saj global. Në vitet e Boris Jelcinit, ju kujtohet, politika e jashtme ruse fillon të orientohet drejt perëndimit dhe integrimit euro-atlantik, ku lindje e mesme dhe bota arabe u lan në plan të dytë. Po çfarë ndodhi? Interesante. Në periudhën sovjetike, Moska ka qenë sponsori kryesor i regjimeve arabe nacionaliste. Mbajini mend këtë fjali, është me rëndësi. Hedh dritë në atë që ka ndodhur më tutje pas këtyre ngjarjeve. Në periudhën sovjetike, Moska ka qenë sponsorizuesi kryesor i regjimeve arabe nacionaliste. Egjipti, sponsorizues i Egjiptit të Naserit, që të kohës së Naserit, sponsorizues i Sirisë së Hafez al-Asadit, babait të qëtij Basharit që është tani tunajte të pi kafe në Moskë, sponsorizues i Irakut të Saddam Huseinit, sponsorizues i Algjerisë dhe Jemenit jugor. E kuptuat. 5 vende arabe kanë qenë të cilat janë munduar që të dalin në skenën e marrëdhënieve ndërkombëtare nëpërmes çkafit, nëpërmes nacionalizmit arab. Ka qenë Egjipti, ka qenë Siria, ka qenë Iraku, ka qenë Algjeria dhe ka qenë Jemeni i atij Abdullah Saleh, që ka pas marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik si vëlla e motër. Këto 5 shtete janë munduar që ta promovojnë nacionalizmin arab dhe të cilat i kanë mbështet ish Bashkimi Sovjetik. Bashkimi Sovjetik atë botë pa të ndërtue rrjete ushtarake shumë të forta, më të forta ideologjike dhe ekonomike në rajon. Ideologjia komuniste ka qenë shahdamari i politikave të jashtme të Bashkimit Sovjetik. Nëse SBA-ja, po për globalizëm, për rendim botëror, për kapitalizëm, për mendësinë demokratike, kanë qenë elemente të rëndësishme, SBA-ja, bota kapitaliste, investimet, afrimet, luftat, përpjekjet, strategjin diplomatike e ka udhëhequr më shumë mbi bazat të interesave ekonomike. Bashkimi Sovjetik i ka marrë këto për bazë, por faktin ideologjik, frymën ideologjike e ka pas si një lup, apo si një lup në përmes së cilës i ka kshyrë edhe interesat ekonomike dhe vendet me të cilat do të dohej të bashkëvepronte. Kuba, Venezuela, Libia, Egjipti, Jemeni, Iraku, Siria, vendet nacionaliste arabe. Por, pas vitit 1991, e përmena shkurtimisht, ndodhë tërheqja dramatike e dhimbshme e Rusisë. Rusia fillon me humbë kapacitetin ekonomik brenda dhe nuk e ka më fuqinë për të financuar alatët arab të deritanishëm. Ushtria ruse, vetë ajo ishte në krizë, elita politike, intelektuale, ruse, pati fillu me besu se bashkëpunimi me SBA-n duhet të jetë prioriteti absolut i popullit turk dhe i popullit rus, dhe i Rusisë. Shumë vende arabe në këtë kohë fillojnë të orientohen më fort drejt Washingtonit, edhe ato të cilat deri në 1991 ishin duke fjetur në prehrin e Bashkimit Sovjetik. Në një nga videot e kaluara, unë e kam shpjeguar luftën trepalshe, Britani, Angli dhe Izrael kundër Egjiptit.
SBA-ja hidhrohet fort dhe e kërcënon Britaninë e Madhe, Londrën zyrtare, se do t'i vëj sanksione, që kishte probleme ekonomike atë botë kjo Britania, do t'i vëj aso sanksione sa do t'a gjunjëzoj. Ndalet lufta, mirë po nuk tërhiqen nga aty. Nga aty tërhiqen vetëm atëre kur Nikita Hrushqov, nga kanali i Suezit dhe kom fjallën, nga dishulli Sinas, ku ku dashin me i quhe në atë shkretëtir vdekje pruse, me i quhe palestinezët me hek pej Gazës. Ndodhë tërheqja totale atyhet dhe shpëtimi e Egjiptit nga shkatrimi total, vetëm pasi Nikita Hrushqov kërcënon se do ta hedh bombën atomike në 3 vende. Një prej tyne në Evropë, po mendoj në lindjen e mesme, dhe me 2 bomba i pat kërcënua Britanin dhe Francën e atëhershme. Kjo periudhë për cilën fola, krijon atë që shumë studius e quajnë, edhe unë në për këto vidjet e mia, momenti unipolar Amerikan. Amerika ma tani bëhet vendi ose fuqia dominuse në këtë botën, e në rastin konkret lindjen e mesme. Dhe kur e arrin këtë, sidomos pas luftës së Xhirit në vitin 1991, që ma shëbave s'ka kush që ju del përpara deri në ditët e sashme. Megjithatë, Rusia nuk u zhduk plotësisht. Ajo i ruajti marrëdhëniet tradicionale me Sirinë dhe Algjerin, ndërsa gradualisht fillon të kuptoj se humbja totale e lindjes së mesme do ta reduktonte statusin e saj si fuqi globale. Dua ta nënvizoj një pjesë të fjalisë së fundit që i thash. Rusia i ruajti marrëdhënie tradicionale me Sirinë dhe Algjerin. Të nderuar, e kam shpjegue edhe raportin Gjermano-Turk, kur kam fol për rëndësin e sekuencës historike në krijimin e raporteve marrëdhënieve midis shteteve dhe kombeve. Nuk është e vërtet, nuk qëndron shkencërisht se shtetet veprojnë ndërvete vetëm mbi baza të interesave të tyre ekonomike dhe të ngjashme. Jo, kjo është ndër më të fuqishmit faktor, por mbajeni mend, marrëdhëniet tradicionale përgjatë historisë që krijohen mes kombeve shumë herë janë po aq të fuqishme sa marrëdhëniet që krijohen mbi baza të interesave ekonomike. Prandaj do të ishte çmenduri, ose të them më but, ignorancë totale e neveritshme e shqiptarve që të kërkojnë, si që kërkojnë disa, ti shkëpusin apo të flasin me aqtone negative, aqtone apolitike, të palogjikshme për raportet shqiptare me kombe dhe shtetet të kaluara me të cilat kanë krijuar perandori. Lënia me njanë, ose hedhja si të pa vlefshme. Marrëdhëniet që krijohen, marrëdhëniet historike që krijohen përgjatë dekadave dhe shekujve, nëse ato nuk hynë në punë sot, ato do të lihen në sirtart e elitave politike që ti përdorin më pastaj atëhere kur së bashku me interesat ekonomike e strategjike të tjera, edhe marrëdhëniet tradicionale historike të përdoren si mjete, si brom, si faktor për fuqizimin e raporteve të shqiptarve me kombe të tjera. Rusia i ruan këto raporte me Sirin, i ruan me Irakun, i ruan me Algjerin dhe me vende e institucione të tjera, dhe shihet më pastaj se pikërisht që të marrëdhënie ja japin Rusis mundësin që Rusia pikërisht për shkak të këtyre raporteve tradicionale,
i ipët mundësia të futet edhe njëherë në skenën apo në teatrin e marrëdhënieve ndërkombëtare si fuqi globale. Deri në vitin 2015, sidomos deri në vitin 2015, Rusia u konë të baravat me punë të veta, qatë luftën e Krimes, e ka pas marrë Krimen, po Rusia u konë të usilën okollave të vetës aty. Rifillimi i raporteve me lindjet e mesme e bën Rusin kjo që është tani. Ardhja e Vladimir Putinit në pushtet në vitin 2000, pra shëllnon fillimin e rikthimit rus në botën arabe dhe si fuqi globale në marrëdhëniet ndërkombëtare. Putini e kupton shumë mirë se SBA po zgjeronin vazhdimisht ndikimin në ish hapësirat të interesave sovjetike të dikurshme. Në anën tjetër, NATO vazhdimisht po i afrohej kufive të Siris. Dhe Rusia nuk mund të bëhej apo të rimbetej apo si me quajtur fuqi globale pa fuqisimin e saj, pa fuqizimin e rolit të saj në lindjen e mesme. Mendoj se jam i qartë, edhe me atë shka po thëmë dhe me atë shka po du me thonë. Prandaj, Moska në këtë ko, pas ardhjes së Putinit, e fillon një strategji të re, cila është rikthimi gradual diplomatik në lindjen e mesme, përdorimi i energjisë si armë geopolitike për interesat ruse, fillon shitjen e rishitjen në fakt të armëve, fillon bashkëpunimin në inteligjencë, lidhet me lëvizjet islame, vllazëria muslimane, gjihadi, ISIS-i, ato lëvizjet islame që mugullojnë në botën islame si rezultat i dështimit të nacionalizmave arab për të rimëkëmbër popullin, kombin arab, si rezultat i dështimit të politikave agrare, ekonomike e të ngjashme të qeverive të arabe dhe për shkak të dështimit të këtyre dy taboreve, lëvizjet islame e bëjnë një përpjekje që ndoshta do të mund të rimëkëmbin kombin arab, arabët dhe së bashku me të edhe islamin. Pra, në këtë kohë, Rusia e shfrytëzon aftësinë e saj të inteligjencës për ndjekjen e të gjitha atyre elementeve që u pengonin qeverive aktuale të vendeve arabe. Dhe e pesta, fillon ndërtimin e marrëdhënieve pragmatiste me pothuajse çdo regjim arab, cili do qoftë, por më së shumti me ato të cilat i shihte dhe i paralizonte se kanë paragjykime dhe kanë ndjenje të ftohta në raport me perëndimin e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe nga Bashkimi Sovjetik, Rusia e Putinit nuk e ndërton politikën e jashtme mbi ideologji, siç bënte Bashkimi Sovjetik mbi ideologjinë komuniste, por e ndërton mbi marrëdhëniet me botën arabe, i ndërton mbi dy shtylla: kujtesën historike, tradicionale mes tyre dy kombeve dhe natyrisht mbi themele praktike, energji, armë, porte detare, investime dhe balancime kundër botës perëndimore, gjë të cilën arabët e kanë dëshiruar dhe e dëshirojnë edhe më tutje, sepse e dinë se çfarë raporte dhe çfarë kanë hjek në betejën e tyre për të rezistuar interferimit dhe intervenimit perëndimor në botën arabe në lindjen e mesme. Siria, pra, miq, thash, për me kuptue situatën atë katrahurën e pashpjegueshme,
do të me i kuptue marrëdhëniet ruso-arabe. Po e nisi me Sirien. Siria është gurthemeli i rikthimit rus në lindjen e mesme dhe në marrëdhënie ndërkombëtare si fuqi globale, e kam fjalën. Asnjë vend arab nuk ka qenë më i rëndësishëm për Rusin se sa Siria. Marrëdhëniet ruso-siriane datojnë edhe përpara qëtij Bashar al-Asadit. Datojnë që nga para luftës së ftohtë, por ato forcohen më së shumti gjatë luftës së ftohtë. Mirë po, pas vitit 2011, Siria bëhet qendra e rikthimit global të Rusisë. Për shka ashtu? Qysh ashtu? Pse në qatë vit? Kur shpërthen lufta civile siriane, perëndimi, dëgjojeni, perëndimi dhe vendet e gjirit arabik mbështetin opozitën kundër Bashar al-Asadit. A e dini për çka? Për çka edhe vendet arabe të gjirit i ngjiten vagonave të lokomotivës amerikane perëndimore për rrëzimin e Bashar al-Asadit. Nëse nuk e dini, shiqeni videot e kaluara për Sirin kur kam folë dhe i kam shpjeguar, këtë moment si njërin prej momenteve më strategjike të luftës arabo-arabe, Siri dhe vendet e tjera arabe. Rusia, gjatë qësaj kohë kur perëndimi dhe vendet arabe fillojnë përpjekjet për rrëzimin e Bashar al-Asadit, Rusia e sheqet rrezik si një strategji. Alat i dikurshëm, i kohës së ftohtë Siria, Hafez al-Asadi baba, tani edhe evladi i tij, djali i tij, Bashari. Rrezik çfarë ishte? Për humbjen e aleatit të fundit strategjik arab në lindjen e mesme. Dhe këto e sheh si një mundësi për fillimin e rizgjimit dhe zgjerimit të ndikimit rus atje, si pretendent karshi zgjerimit të ndikimit amerikan që po foqizohej ditë e më shumë në lindje mesme. Andaj, rrëzimi i regjimeve arabe në një farforme, si që bëhej edhe me përpjekjet e pranverës arabe, Rusia e lexonte se ajo nëse nuk intervenon në një mënyrë apo tjetër, nëse nuk i rikthehet interesimit në lindjen e mesme, do ta humb krejtësisht rolin e saj. Dhe fillon historia e re tani më ruso-siriane. Rusia ndërhyn ushtarakisht, zyrtarisht në Siri në shtator të vitit 2015 tani, edhe atë me kërkesë të qeverisë së Bashar al-Asadit. Ky ishte intervenimi më i madh rus jashtë hapësirës post-sovjetike që nga koha e rënjes së Bashkimit Sovjetik. Dhe ishte momenti që shumë analistë e konsiderojnë si rikthimi triumfal global i Rusisë së Putinit në arenën ndërkombëtare. Po pse atëre, dikush më dhëtë me vetë, pse ndërhyni Rusia aty? Arsyet ishin shumë më të thella se sa vetëm lufta për mbrojtjen e Basharit, apo lufta kundër terrorizmit, ISIS-i ato, ehli këto e Nusra mjekon 20-30 frakcione ekstremiste islame të cilat e kanë luftue Basharin. Megjithëse që arsyetimi zyrtar i Moskës, i Kremlinit ishte se është kjo ndërhyrje si luftë kundër terrorizmit, problemi ka qenë shumë më i thellë se kaq. Në verën e vitit 2015, pra, regjimi sirian fillon të humbiste territor. Seriozisht në raport me ISIS-in, grupet islamiste,
opozitën e mbështetur nga Turqia, Katari, Arabia Saudite, her këto i ka mbështetën, her opozitën, her lëvizjet islame, her opozitën dhe natyrisht edhe të perëndimit. Moska atë botë ka besuar, atë botë nuk është më shumë se 10-11 vjet, ka besuar se rënja e Asadit do të ishte katastrofa strategjike për Rusinë. Që pas luftës së ftohtë, kur fillon në kohën e Jelcinit jo, Medvedevit të ridikun, në kohën e Putinit të fuqizohet dhe i hap projektilat ka vendet e ndryshme të botës, rënjen e Bashar al-Assadit e shehte si një katastrofë strategjike për Rusinë. Siria në fakt ishte aleati i fundit, real, arab i Rusisë dhe vendi ku ndodhej baza ruse në Tartus, porta e vetme ushtarake ruse në mesdhej që nga koha e luftës së ftohtë. Prandaj humbja e Asadit mund ta nxjerrte Rusinë përfundimisht nga lindja e mesme edhe pas fillimit të ëndrave të saj që të rihapet në planetën e tokës. Pas Irakut edhe Libis, Rusia arrin në përfundim se Shebat janë ato të cilat e kanë nxit pranverën arabe për të rrëzuar regjime të cilat njiheshin si jo fort pro-perëndimore. Mirë po, pse Siria tash të bëhet vija kuqe e Rusisë? Pse Siria të bëhet vija kuqe e Putinit? Pranvera arabe fillon në vendet arabe të Afrikës Veriore. Putini dëshironte të tregonte se Rusia nuk ishte më fuqi e dobët si në vitet e 90-ta, se mund të projektonte forca dhe të akomodonte ushtrin e saj edhe larg kufive të saj dhe se mund të sfidonte Sheban nëse jo në Evropë, nëpërmes Kaliningradit, atëherë në lindjen e mesme po se po. Shka ndodhi një moment tjetër këto që Rusis i jep një farë justifikimi para faktorit ndërkombëtar se nuk është aty për ta konkuruar dhe penguar interesin Amerikan, po është diçka e dobishme për të gjithë. Ishte ke friga nga gjihadistët e Kaukazit. Mira luftëtar Çeçenian, Dagestanit dhe republikat të tjera muslimane shkojnë me luftu në Siri, si shkojnë edhe nga Kosova jonë dhe nga gjeografia shqiptare. Moska këtë fakt e argumentonte se ishte më mirë të luftonte atje se sa t'i kthente ata në Rusi më pastaj. Çeçenia, Dagestani i kumnjeto shtetet e Kaukazit Verior, të cilat janë brenda Federatës Ruse. Apo shes si po shihet si lidhet kjo kronologjia e videove të mia, të cilat them shpjegoni, sepse ndoshta nuk e them kur më. Videot e mia këto, ligjeratat e mia nuk kanë karakter informues në të kuptimin e bërjes së një video sepse ndodhi një ngjarje atje. Jo, kanë karakter ligjerata të në form analizash sintetike shumë herë, duke i ndërthurur historik, ngjarjet e tyre, kalimi ose zhvillimi historik i ngjarjeve, si reflektohen dhe mugullojnë e vlojnë sot dhe çfarë impakte apo pasoja mund të kenë në të nesërmen, dhe ne si shqiptar pastaj si duhet t'i shohim, si i shohim, ku gabojmë kur i shohim ashtu dhe si është forma më e mirë që duhet t'i shohim për politikat e ardhshme të vendeve tona. Nëjse. Rusia fillon me vendos baza dvete atë. Rusia në fakt
ka pas disa pika ushtarake, por dy baza kryesore atje. Baza detare në Tartus, që ka qenë e vetmja bazë ushtarake e Rusis nga koha e Bashkimit Sovjetik dhe e Jelcinit, diko e që ishte në linjët e mesme, më saksisht në ujrat detar të Siris, dhe kjo më pastaj do të shërben pas vitit 2015 për furnizime, për mirëmbajtje të flotës, për afrimin e nëndeceve, për koka bërthamore dhe për prani strategjike ruse në lindjen e mesme. Baza e dytë ruse atje ka qenë në Hamejm, apo në Latakia, si i themi. Dhe kjo ka qenë qendra kryesore operacionale ajrore ruse në lindjen e mesme në Siri. Nga aty kanë fluturuar aeroplanet Su-34, Su-35, bombardues, dron, sistemet e S-400 raketore kanë qenë të vendosura aty. Thjesht, kjo bazë ka qenë zemra e operacioneve ruse në Siri. I ka pas gjithsej, fillimisht 4.000-6.000 ushtar, më pastaj asnjëherë nër 10.000 ushtar nuk i ka pas, nuk e ka lanën pa i pasën aty. Her Izraeli ka nguc, her ka bombardua për rreth bazave aty, në mënyrë që të tërhiqet Rusia, natyrisht me kërkesë apo me bashkëpunim të Amerikanëve, por që Rusia e bën edhe një akt që ndërlidhet me atë shka e thash në fillim. E sjell aty instruktor e polici paraushtarake dhe i sjell mercenarët e Wagnerit, të cilët mercenarët e Wagnerit janë ata të cilët i kanë bë zullumet më të mëdha mbi popullin e Siris. Vrasje masive, masakra, dhunime masive të sirianëve, shkatërrime të papara, të cilës Wagner, mercenarëve Wagner, ju kanë ndihmua edhe të tjerët. Kjo është pika kryesore e para që fillojnë prishjet e raporteve turko-ruse sa i përket interesave të tyre në Siri. Çka ka fitue Rusia në raport me Sirin me prezencën e saj? Natyrisht, rikthimin se përsërita disa herë si fuqi globale. Rusia tregon se mund të ndryshoj rrjedhën e luftave ndërkombëtare, se dohet dhe mund të ketë prani afatgjate në Rusi dhe se prestigji ushtarak i Rusis tani më po kthehej dhe i ndihmon prezenca e Rusis aty, me gjithë humbjet që i ka pas, po humbjet e ushtrive që akomodohen dikon, nuk do të matën veç sa po hajnë, sa po pine, sa po harxojnë, por Rusia fiton qindra miliarda dollar nga prezenca e saj në Rusi. Qysh? Duke testu armë, duke i ekspozu ato armë dhe duke e shitën vendeve arabe, vendeve afrikane dhe atyre asiatike. Siria pra ishte shndruar edhe në përmes Rusis, prezencës e saj aty, si një pelg gjaku, ku testoheshin armët dhe nga aty, si një panair i shitjeve të armëve, armët shiteshin në përbot. Por ekspozimin dhe provimin e tyre mbi themelet e Siris, mbi tokën e Siris, me gjakun e sirianve, e kanë bë duke i provuar të gjitha llojet e armëve të mundshme që ishin prodhuar deri në vitin 2015. Dhe këtë nuk e ka bë vetëm Siria. A ka vetëm Rusia. A ka sot bazë ushtarake aty, po janë në marrëveshje me qeverinë e tanishme Ahmed Sherra për tërheqje, po sipas të gjitha gjaseve është arrit një marrëveshje që edhe Rusia ta ketë bazën e vetë ushtarake në Tartus, por jo në Latakia. Detajet nuk muj me i ditën. Tash, meq, Irani,
ku me ndërlidh që to Iranin me marrëdhëniet ruso-arabe. Irani dhe Rusia ndërhyjnë në Siri për arsye të ngjashme strategjike, por jo identike, jo arsye identike. Të dyja fuqit e shohin rënjen e Bashar al-Assadit si katastrofa gjeopolitike të tyre, por secila, Irani dhe Rusia, kanë pas dimensionet e veta ideologjike, ushtarake dhe rajonale. Nëse Rusia e sheh Sirin si një rikthim, mundësi e rikthimit global, Irani e shehte Siria si çështje ekzistenciale, rajonale, iraniane, shite, strategjike, kulturore dhe çdo segment të jetës së një kombi, të një shteti apo të një qytetnimi. Siria për Iranin, pra, nuk o kon thjesht një alat që shtilsohet të ne këto, për shkak se është i ky Alevi, o kukuribre, po mos ta banalizoj tash videon këto edhe me i përshkrue këto mentalitete edhe këto shpjegime meskine që për fat të keq viktim e këtyre shpjegimeve bin pastaj xhamatet dhe qytetarët, njerëzit shqiptarët tanë. Siria për Iranin, dëgjoni, nuk u kon thjesht një aleat ideologjik apo kështu apo, por ishte nyje jetike, strategjike e së ardhmës politike, kulturore, jetike të Iranit në lindjen e mesme. Për Teheranin zyrtar, Siria ishte halka kryesore e asaj që më pastaj quhet boshti i rezistencës. Pra, Irani, Siria, Hizbullahu në Liban, milicit shiite në Irak dhe më vonë grupet pro-shiite në rajonin e lindjes së mesme, ishte ajo boshti i rezistencës, ishte mushkënia e shtetësisë, e kulturës, e frymës, e shiizmit dhe e interesave afagjate iraniane në rajonin e lindjes e mesme. Nëse Asad për Iranin binte, Irani do të humbaste koridorin toksor, që mbante gjallë frymën iraniane. Koridor ky që shkonte deri në Liban, Hizbullahu do të izolohej, po shije tash se çfarë janë të i bo Hizbullahut. Të ja thyje edhe gishtrinjt e fundit i Iranit në lindjen e mesme, me që kanë filluar edhe nga koka të goditet Iranin nga brenda, e bëj këtë përshkrim, jo për të mbështetur atë shka është duke ndodhë, se i dini qëndrimet e mia, po për të jau rikthyer në kujtes fjalin të cilën unë e kam thënën që para se të niset lufta e parë 12 ditëshe kundër Iranit. Kam thënë atëherë, me Iranin janë të u marrë seriozisht. Iranin njihet si armik i përbetur i Izraelit dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bota perëndimore e sheh Iranin si një element i rrezikshëm kryesisht për shkak ambicjeve të saj që ta ketë bombën bërthamore dhe për shkak të pozitës strategjike që e ka dhe që doli pastaj problemi i Hormuzit. Prandaj kam thënën, duke i njoftur çdo rrethana të Iranit, plus luftën, betejën gjeokulturore midis arabëve, e sidomos të gjirit arabik dhe persianëve, ish persianëve, tani iranianëve, Iranit kanë me ja thyje krahët gishtat e duarve në lindjen e mesme, pastaj kanë me ja kput krahët me Huthit në Yemen dhe me Hashdi Shabin në Irak dhe më pastaj do të merren me kokën e Iranit kur të goditet Irani nga brenda. Nuk po hy analizimit se kush e qysh e tek, por po ja rikujtoj atë që mos të me kam paralajmëru, por e kam shpjeguar në mënyrë analitike. Irani me humbjen e Asadit e sheh se të gjitha këto elemente, këto proxy elemente, lufta,
do ta dëmtonin. Prandaj Teherani nuk e sheh Sirin, nuk e ka pas Sirin si një front i jashtëm, por si pjesë e arkitekturës së vet të sigurisë kombëtare të Iranit. Shiqoni raportet tash Siri, po mendoj Iran, paralelizmi Iran Rusi sa i përket Rusisë. Për ta kuptuar jo thellësinë e problemit të Sirijës, se aty nuk ka qenë punë shiite e alevite e malevite. Irani në fakt në Siri ka hyrë para Rusijës. Në vitin 2015 Bashar al-Assadi e thie Rusin i thet o Rizali la hajde pështom, nëse do me pështu edhe të vetën lindjet mesme. Irani u kom para Rusijës. Dhe kjo është pika më e rëndësishme që e shpjegon temën të cilën po e trajtoj. Për shka? Sepse Rusia ndërhyn zyrtarisht në vitin 2015, ndërsa Irani shumë më herët ka filluar me një herë pas viteve 1979, me këshilltar politik, këshilltar fetar, këshilltar ushtarak, pastaj janë nisë me dërgue elementet të gardës revolucionare iraniane, pastaj financimi i celulave shiite, alevite aty, po vallahi edhe sunnite varësisht prej interesave, organizimin pastaj mrin e milicive shiite, alevite vendore në Siri, dhe më pastaj lufta 2011-2012, palcet dhe të gjitha elementet e huaja dhe të mbrëmshme që punonin për interesat e huaja futen në ndërluftime që e shkaktojnë njërën prej luftrave më të mëdha dhe më gjakatare deri më tani të shekullit 21. Pra, kur Rusia hyn në Siri, Irani veç kishte investuar afër 39 miliard dollar. Kishte dërguar komandant të gardës revolucionare. Leçi ka krijuar polici dhe një ndër ato fytyra eminente të gardës revolucionare ka qenë pikërisht Qasim Sulejmani, i cili konsiderohej arkitekti kryesor i strategjisë iraniane në Irak dhe Siri, dhe për këtë arsye e vret ky Amerika apo Donald Trump. Pse Irani e ka konsideruar të rrezikshme rënien e Asadit? Nga friga e izolimit strategjik. Sepse, sigur Rusia, nëse Saddami binte, vendin e merrte në dorë opozita pro-perëndimore, islamistët sunnit do të mirnin pushtetin, kë Ahmed Esher, tani Turqia do të ashtrinte ndikimin dhe forcën e vetë në botën arabe sunnite dhe kështu Irani do të humte mundësin për dalje strategjike drejt ujrave të Mesdheut deri në Marok atje. Irani pra e sheh luftën siriane edhe si luftë për mbrojtjen e boshtit qetë, luftë kundër ekstremizmit sunnit radikal dhe mbrojtje e vendeve të shenjta shiite në Irak dhe në Siri. Kjo është arsyeja pse Teherani mobilizon Hizbullahun në Liban, milicin Hashdi Shab dhe të tjera shiite në Irak, Afgan shiit organizon në brigadën Fatimiyun, të cilët veprojnë brenda Afganistanit dhe Pakistanit dhe natyrisht i organizon celulat dhe milicit e tjera pakistaneze shiite që se her ka dasht Irani i kanë shkaktuar probleme qeverisë, ushtrisë dhe pakistanezve në interesa të botës shiite e sidomos iraniane. Irani vazhdimisht ka besuar se SBA-ja, Arabia Saudite, Emiratet, Katari dhe Turqia po tentojnë që ta shkpusin lidhjen e Iranit me Sirien vetëm për të nxjerrë Sirien nga orbita iraniane dhe për t'i dhënë fund ndikimit shiit ideologjik,
kulturor persian iranian dhe strategjik ekonomik të Iranit në lindjen e mesme. Pra, ndryshimi midis Rusisë dhe Iranit sa i përket Sirisë është se Rusia e mendonte si një jo e mendonte, po vepronte si një fuqi globale aty, si një superfuqi globale aty dhe dëshironte ta ekspozonte sërish vetveten si ish bashkimi sovjetik, kërkonte baza, prestigj, ndikim lindje mesme, rikthim në marrëdhënie ndërkombëtare dhe natyrisht shitjen e armëve. Irani mendonte pak më ndryshe, i kishte interesat e veta, mendonte si fuqi revolucionare, rajonare, të krijonte korridor strategjik, të bënte mbjetesë, të siguronte mbjetesën e boshtit të rezistencës, t'i bënte presion Izraelit dhe kryesorja për fat të keqin të iranianëve, zgjerimin ideologjik shit në botën islame, njëjtë si ku Rusia më parë që ka tentuar dhe ka punuar dhe ka zonë prioritar zgjerimin ideologjik komunist në botë. Diçka që binte ndesh me dinamikat e reja të rendit global që ishte, me një superfuqi në botë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kishte imponuar konkurencën kapitaliste të kapitalit të pasurisë para së gjithash. Megjithëse që edhe brenda shëbave ka pas dhe ka, i kam pa, isha tash komi pa gjithmonë rryma fetare ideologjike të cilat herher shihen nëpër ekrane, flasin, flitet për ta nëpër analizat të ndryshme, kjo fryma baptiste, reformiste, reformatore, protestante që janë futur edhe brenda shtëpisë së bardhë. Pra, miq, Rusia dhe Irani, a mund të quhen se ishin alat dhe vepronin së bashku kundër popullit sirian? Po dhe jo. Ata kanë bashkëpunu shumë ngushtë. Aviacioni rus, milicit iraniane në tokë, koordinim inteligjense, mbrojtje e përbashkët e Basharit. Por mes tyre ka pas një bashkësine mosbesim të madh. Rusia nuk ka dashur që Siria të jetë plotësisht iraniane, por ka dashur që të jetë nën kontrollin e shtetit sirian, por të ruante kontaktet e vazhdueshme edhe me Iranin atje, edhe me Izraelin, sepse Rusis i nevojitej Izraeli si një qekan, si një qekan bashkë po them, ndaj lëvizjeve islame prej të cilave Rusia, sikur e gjithë bota, frigoheshin se do të përhapeshin edhe në rajonet e ndryshme të Federatës Ruse. Iranin në njëjtën kohë ka dëshiru vazhdimisht rrënjosje afatgjate, ideologjike shite aty, ushtarake, nëpërmes rrjeteve të milicive, nëpërmes ndikimit në shoqëritë organizata të ndryshme islam atje. Dhe këtë Izraeli shpesh duke e pa këtë i ka bombarduar këto celulat iraniane edhe në kohën e Basharit, edhe mas rënjes së tij. Kjo luftë dhe kjo gjendje kështu Iranit i ka kushtuar në 10 miliarda dollar, afër 70 miliard dollar, dhe në fund e detyruan të del nga aty. Edhe Turqia, sikur Irani, sikur Rusia e sheh veten si një fuqi dhe një moment historik për të ndërhyr aty, për të rrëzuar regjimin e Asadit, i cili nga pamundësia që të mbjetonte i lejon kurdët ta krijoj një far autonomie e cila çon më pastaj në ide, në ëndrrën e dikurshme, por në realizimin e kësaj ëndrre për krijimin e shtetit të Kurdistanit, për të cilin Turqia u pat kërcnu se do ta djeg çdo gjë në lindjen e mesme, vetëm e vetëm që të mos shkoj përpara projekti izraelito-amerikan për krijimin e Kurdistanit aty. Marë në përgjithësi, miq të dashur,
Marrëdhëniet ruso-amerikane, ruso-arabe janë ato të cilat e rikthejnë Rusien edhe njëherë si fuqi globale. Me Algjerien që ishet armë vazhdimisht, me Egjiptin që janë nismi shit armë vazhdimisht, me zhgënjimin e saj me Gaddafin, i cili në fund mundohet me u lidh me botën perëndimore në dëm të Rusisë, lidhja e fortë e Rusisë tani edhe me Arabinë Saudite, që Arabia Saudite përpara e ka pa vetëm nga perspektiva ideologjike shumë e rrezikshme, komunizmi, me Emiratet e Bashkuara Arabe, e sidomos nëpërmes oligarkëve dhe miliarderëve rus që janë marrë me patundshmëri dhe gjëra të tjera ekonomike është lidhë shumë, përveç me Katarin për shkak të prezencës së Turqisë aty. Rusia në lindjen e mesme dhe Afrikë, Rusia, Turqia dhe Franca përfaqësojnë 3 epoka të ndryshme. E përsëris, në lindjen e mesme dhe Afrikë, Rusia 1, Turqia 2 dhe Franca përfaqësojnë 3 epoka të ndryshme. Franca përfaqëson epokën koloniale dhe postkoloniale, e cila po mbyllet tërësisht. Rusia përfaqëson epokën e sigurisë brutale, shkatrimtare, gjenocidale në Siri dhe në lindjet e mesme, nëpërmes armëve, mercenarëve, bazave, juntave, antiperëndimore, anti-islame, anti-arabe, dhe Turqia përfaqëson fuqinë hibride të shekullit 21 nëpërmes dronëve, tregtisë, fesë, historisë, kulturës, diplomacisë, ndërtimit dhe mediave të ndryshme, e një ndër elementet më të fuqishme që e bëjnë Turqinë sa më prezente, sa më të pranueshme në lindjen e mesme përveç interesave geostrategjike dhe politike, mund të mos besoni, janë serialet turke të cilat shikohen në lindjen e mesme sikur të ishin vendore dhe më shumë se vendore. Deri në një video tjetër, natën e mirë.